një vot ndëshkimi për Partinë Socialiste, apo mos ndoshta një vot shprese për të kthyer në vendin e tyre? Po të jap të dyja për të ndërtuar një mendim. Këtu do jemi në datë 12 maj, kur të mbaroj gjithçka. Sa përfundoj numërimi, se na duhet. Po them pra, në datë 11 përfundon gjithçka, fillon numërimi dhe shikohet. Trendi. Shikohet një trend dhe dihet se si shkojnë domethënë rezultati, se hapen kuti të ndryshme dhe shikohet. Në 12 maj do të shikoni që shqiptarët do të votojnë për një Shqipëri, shqiptarët e diasporës, do të votojnë për një Shqipëri 100 herë më të mirë se ajo çka i ofron Tymi. Ja për ta shpjegoj. Çka i ofron Tymi, që djegin goma, se këtë vizion ka Partia Demokratike, këtë i ofron. Del bufi i knetës dhe thot ditën e parë që do të vijë unë këtu do shkris pakun. Po kemi nga ana tjetër edhe një lajthitje. Jo lajthitje, po kemi një qeveri që është bërë gatshme për një skenar Netflix për arrestimet që kanë në politikanë dhe emrat më. Varet se si e shikon, nuk e di. Unë e shikoj ku janë paratë e popullit. E lexoj, nuk është se interpretoj. Nëse ti i gjen paratë e popullit, hajde kërkojmë bashkë.